Specialistët e mbrojtjes së mjedisit pas monitorimeve të bëra në rajonet minerale të Hasit kanë konstatuar prani të mineraleve të rënda mbi nivelet e lejuara nga standardet e Bashkimit Evropian. Ata kanë nisur dhe një tur sensibilizues me nxënës shkollash, banorë dhe drejtues lokal, duke kërkuar bashkëpunim për një mjedis sa më të pastër. Të rinjt I japin rëndësi, por gjithashtu edhe autoritetet lokale u treguan shumë bashkëpunues. Ka ardhur një kompani ka bërë analizat e këtyre mbetjeve, sepse këta ndotin edhe ujërat. Je besoj që brenda 2-3 muajve, 3-4 muajve, domethënë na vjen raporti përfundimtar edhe I ndotjes se këtyre zonave dhe ne në varësi të raportit do marrim edhe masat. Si administrator I njësisë Gole dhe përfaqësuesi I 8500 banorëve ose 2500 familje, flas me pjesën më të mirë që do bëjmë ne si njësi administrative. Por çfarë është e nevojshme sot? Kampionet e marra në dampat e ish fabrikave të pasurimit në Golaj e Perolaj dhe në minieret e braktisura në Nikoliç e Golaj janë analizuar në laborator bashkëkohor ku rezulton se ndotja mund të kthehet në rrezik potencial nëse nuk monitorohet dhe merren masa për rehabilitim. Ky monitorim mbështetet nga projekti Grenell, një konsorcium I financuar nga qeveria suedeze dhe që zbatohet nga Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë dhe 2 organizatat e tjera partnere, Qendra për Zhvillim dhe Integrim dhe Qendra FOL. Projekti kërkon amendimin në strategjinë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve dhe disa akteve nënligjore që sigurojnë monitorim nga AKBN-ja dhe përfshirje të institucioneve përgjegjëse.